Këshilli i Bashkisë Devol ka mbajtur mbledhjen e radhës me një rendite që përfshin disa projekt vendime me rëndësi sociale dhe administrative. Ndër pikat më të rëndësishme ishin miratimi i ndihmës ekonomike që vjen si mbështetje sociale për qytetarët në nevojë. Në këtë mbledhje u shqyrtua projekt vendimi për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6% për blok ndihmën ekonomike për muajin prill 2026, nga e cila përfituan 80 familje. Gjithashtu në rendite ka qenë edhe projekt vendimi për dhënien e certifikatës së mirënjohjes për Admir Bitinska, ishmundës, të cilit ju akordua kjo certifikat për kontributin e dhënë prej tij për përmirësimin e kushteve në shkollën e fshatit Bitinsk. Në këtë mbledhje u prezantua dhe raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2026, raporti i auditit të brendshëm për vitin 2025 dhe zbatimi i rekomandimeve të tij, si dhe raporti i performancës së Bashkisë Devol për vitin 2025. Ndërkohë pjesë e projekt vendimeve të kësaj mbledhje ishte dhe ajo për dhënien me qeratë një sipërfaqeje prej 50 hektarësh në ekonominë kullosore Bilisht për qëllime të mbashtimit të florës së egër dhe kultivimit të bimëve të ndryshme, e cila u shtyp për shqyrtim në mbledhjen e ardhshme të Këshillit.